Ju përshëndes zonja dhe zotrinj, ju ftoj të na ndiqni, do të jemi në lidhje të drejt për drejt me profesor Dr. Kristaj Kume, ish-kreu i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, por edhe një nga njohësit dhe ekspertët më të mirë që ne kemi sa i takon çështjeve të reformës zgjedhore, analizat e të cilit natyrisht janë referuese shpeshherë edhe për ne njerëzit e media se shërbejnë si një skaner i proceseve zgjedhore të ndodhura deri dje, por edhe atyre të pritshme në vazhdim. Zoti Kume, përshëndetje, mirë se vini. Përshëndetje. Herën e fundit, edhe kur ju kontaktova për t'ju ftuar në studio, zoti Kume, mu duk shumë i dobishëm reagimi që ju kishit sa i takon nga qytetari tek politika rruga për të rikthyer besimin për pjesëmarrje në zgjedhje dhe ju nënvizoni disa pika shumë të rëndësishme aty. Pra, pjesëmarrja në zgjedhje që do të mund të bënte pastaj edhe ndryshimin. Përpara se të rikthehemi në analizën tuaj, pyetja dhe shqetësimi i madh që unë kam në këtë rast është sa të informuar dhe të interesuar janë qytetarët sa i takon kësaj çështje, në gjykimin tuaj. Unë nuk di të them me përqindje se sa të njohim procesin zgjedhor, kërkesat që duhet të plotësoj qytetari si një ndër aktorët kryesor të një procesi zgjedhor, por di të them se duke ju referuar zgjedhjeve të mëparshme, niveli i interesit të qytetarëve qytetar, pra pjesëmarrja atyre, përcilja pjesëmarrjes, të tyre në votime, nuk është në nivelet që të quhet problematike për të vlerësuar mbështetur mbi të pasaja indiferencën e qytetarëve ndaj procesit zgjedhor, ndaj të drejtës së tyre për të shprehur vullnetin për ata që duhet të qeverisin nëpërmjet votës që kanë. Di të them atë tjetër që po, proceset zgjedhore dhe këto të fundit janë përballur me probleme, një pjesë të cilave është edhe si pasojë e reagimit të qytetarëve ndaj kërkesave të legjislacionit zgjedhor, jo ashtu siç e kërkon ky legjislacion që ata të sillen. Mjafton për këtë të thej në vëmendjen e ndjekësve tuaj faktin që një ndër problemet me të cilat është përballur procesi zgjedhor tek ne është fenomeni i shitblerjes votës. Fenomeni i cili mund të realizohet vetëm nëse ka dy pjesëmarrës në të. Ai që kërkon ta blej dhe ai që e shet. Dhe ai që e shet është qytetari. Ashtu sikurse edhe problemet e sjelljes gjatë fushatës zgjedhore të qytetarëve ndaj kërkesave të partive politike veçanërisht të mazhorancës, kërkesa të cilat janë të shoqëruara jo rrallë me faktor presionin ndaj tyre, të cilat kanë sjellë fenomenin e keqpërdorimit të administratës zgjedhore, për shembull, që për mua është edhe kjo, mund të lexohet edhe kjo si një indikator për sjelljen jo ashtu siç duhet dhe siç kërkohet të qytetarëve ndaj procesit zgjedhor. Sepse në fundit edhe gjithë ata që ndaj të cilëve ushtrohet presion dhe e pranojnë këtë presion pa bëjnë pjesë e tij i përgjigjen pozitivisht, në fundit janë qytetarë të vendit. E treta pasaj që mund të jetë pjesë e përgjigjes tuaj është numri jo i vogël i qytetarëve të cilët nuk kanë dashur ta ushtrojnë të drejtën e tyre kushtetuese për të marrë pjesë në votime. Për arsye nga më të ndryshme, por për mua i të gjitha ndër arsyet
që i bëjnë qytetarët veprojnë në mënyrë indiferent ndaj kësaj mundësie, është fakti se përballë ata ndodhen gjithmonë me ofertat që vinë nga partitë politike prej të cilave në çduket janë të zhgënjur qytetarët tanë. Kështu që të gjitha këto së bashku kanë kthyer në vëmendje nevojën për të gjeneruar energji të cilat do të bënin nxitjen e qytetarëve për të marrë pjesë jo për të votuar, por për të ushtruar të drejtën e votës, pra jo vetëm për të votuar, të ushtruar të drejtën e votës, duke përdorur të votë ashtu siç ajo ka në thelbin e saj përmbajtje, siç përcaktohet në legjislacionin tonë, siç përcaktohet në rregullat e qeverisjes së shoqërive që duan qeverisjen sipas rregullat të një shoqërie demokratike. Zoti Kume, kur flasim për ofertat e partive politike, kemi dëgjuar ditët e fundit një ofertë të pakërkuar, le ta cilësojmë kështu, dhe nuk e di sa brenda kornizave kushtetuese mund të quhet lançimi i një oferte të tillë, ligji për ta bërë votimin të detyrueshëm. Dhe pyetja tjetër që vjen pas kësaj është si shmanget frika e qytetarëve për të marrë pjesë në votime, po qoftë edhe tjetërsimi i votës apo vjedhja e votave duke e bërë të detyrueshëm, të drejtën e qytetarëve për të marrë pjesë në. Pra kjo është e vetmja mënyrë se si ne mund t'i afrojmë qytetarët me kutitë e votimit duke imponuar një ligj që i detyron ato të shkojnë të votojnë? Duke patur parasysh situatat në të cilat janë duke rrjedhur proceset demokratike dhe proceset zgjedhore këtu tek ne, unë do thoshja se kjo është një ndër zgjidhjet me shanset më të vogla për të patur suksesin për të cilin synohet që të realizohet. Qytetari duhet vejë në kutinë e votimit se do të shkojë, jo se detyrohet të shkojë. Ndaj dhe një prononcim të mëparshëm me media në shtuar, unë kam këmbgulur në nevojën për të ndryshuar qasjen tonë si shoqëri ndaj proceseve zgjedhore, ku ndër të tjera dhe mbi të tjera shumë e rëndësishme është pjesëmarrja e ndërgjegjshme, e vullnetshme e qytetarëve në një proces zgjedhor. Ndryshimi i cili, për mendimin tim, duhet të realizojë ndryshimin e kahut të veprimit. Aktualisht ne veprojmë nga partitë politike, pra janë ato që janë avantgardën e veprimit politik dhe të realizimit të çdo gjë që duhet për të realizuar një proces zgjedhor, të thrasin pastaj qytetarët që të bashkëngjiten në alternativat e tyre, të votojnë për tyre. Ndërkohë që për mua, pasi do të ishte shumë mirë, unë e vlerësoj se po, që veprojnë ndryshe, që ne si shoqëri të mund të organizohemi në mënyrë të tillë që të ndryshojmë kahjen e veprimit. Pra të jenë qytetarët, ata që të nxitin, të nisin dhe të formojnë frymën së bashku të gjithë ata për të marrë pjesë në një proces zgjedhor, si e vetmja mundësi për të mbështetur vendin, si e vetmja mundësi për të realizuar jo rotacionet politike i IDN A-ja dhe BNB-ja në pushtet, po për të ndryshuar, po për të realizuar ndryshimet e pritshme, ato që kërkohen nga kjo shoqëri për të jetuar më mirë në shqiptarët në vendin tonë, janë ata të parë, janë ata aktorët kryesorë që të ngjallin frymën dhe atyre të bashkëngjiten pastaj patjetër partitë politike. Partitë politike të dinë të sillen pastaj me qytetarë duke respektuar qytetarin, jo duke e përdorur, por duke e respektuar. Nuk mund të, edhe për mua, nuk është zgjidhje e cila mund të shpjeri tek objektivi, që është për mua mënyra të qeverisurit të vendit ndryshe nga ajo që jemi qeverisur deri sot, duke referuar dhe fakti se edhe vetë shoqëria ndodhet përpara ndryshimeve të mëdha me antarësimin e prishur në vendet e Bashkimit Evropian. Ndryshe që do të thotë
qytetar i ndërgjegjshëm dhe jo qytetar i detyruar, qytetar i ndërgjegjshëm të cilët i bashkëngjitet pastaj patjetër partia apo partitë politike, sepse edhe në qoftë se i referohemi përvojës së kohëve të fundit zgjedhjet në Hungari, të cilat u zhvilluan në situata të cilat kanë ngjashmëri me situatat në vendin tonë. Kërkohej nga mazhoranca që ishte, kërkohej mandati 5. Në 2029 dhe nga mazhoranca thonë kërkohet për 2 mandat. Shoqëria vuante nga fenomene të atilla siç edhe vuante këtu tek ne. Që është korrupsioni, kapja, sistemi i kapur nga mazhoranca bile po ta krahasosh nga atë që ka ndodhur nga Urbani, që ka bëri Urbani në Hungari në krahasim me atë që kemi bërë ne këtu në Shqipëri, ndryshimet janë të mëdha. Ai kishte një sistem jashtëzakonisht të centralizuar, të forcuar dhe që ishte gjithë në shërbim të tij, dhe që u arrit që e gjitha pastaj të çbëhej ditën e votimit, kjo si rezultat jo i veprimit të partive politike, më shumë se sa i veprimit të qytetarëve. Pati një pjesëmarrje madhe qytetarësh, të cilët partitë politike ditën që të silleshin mirë në mënyrë të mbarë dhe bashkëvepruese me këtë frym të krijuar tek qytetarët, ditën ta orientonin këtë frym drejt veprimit për ndryshim, që tu tek ne, po që se i referohemi situatave jemi pothuajse në të njëjtat situata, po rrugën që duhet të ndjekim nuk jemi njësoj. Ne nuk kemi një magar siç në fungu i Petër, magar që u prodhua që doli nga brenda vetë sistemit, rëna vetë mazhorancë. Ne këtu se kemi një gjë të tillë. Neve nuk kemi kushte që partitë politike të opozitës të bëhen bashkë ashtu siç magari bëri bashkë partitë politike, sepse ndjekim rrugë të ndryshme. Dhe magari nuk i kishte të lehtë që t'i bënte bashkë partitë e opozitës për të garuar kundër në garën me mazhorancën. Por duke u mbështetur në atë çka prodhoi fryma qytetare, të cilën ai diti ta nxiste si të tillë, dhe me një fushat goxha agresive referuar qytetarëve, diti të bëjë ka me qytetarët, pastaj ishte pikërisht kjo klim që ai krijoi që detyroi partitë, të gjithë partitë e opozitës që të bëheshin bashkë. Dhe jo partia që ai kishte, që ishte pjesëtar i saj në partitë të cilën ai e mori, e kishte të gatshme, nuk e prodhoi, nuk ishte ajo parti e cili thiri të bëheshin bashkë të gjitha partitë e tjera si një front opozitar, siç kërkohet të bëhet këtu tek ne. Ne e kemi provuar të gjë në pak raste kur vërtetëria dhe nuk është arritur dot bashkimi. Dhe unë me vërsim që për situatën sot, sjelljes së partive politike, parlamentare, jo është parlamentare, e shoh pothuajse të pamundur që ato të bëhen të gjitha bashkë, prej tyre ka që janë deklaruar në mënyrë të prerë që të bëhen bashkë për të formuar frontin opozitar. Por ama, në qoftë se kjo kërkesë që opozita të jetë gjitha bashkë do të vijë si kërkesë e artikuluar nga qytetarët, si presion qytetar, pra nëse do të bëhet kakja, unë besoj se mundësitë për të vajtur në një proces zgjedhor, në cilin do të garojë në një anë mazhorancë dhe nga ana tjetër pjesa që s'ka lidhje me mazhorancën, që si takon mazhorancën në shoqërinë tonë, suksesi do të jetë totalisht më ndryshe. Mund të arrihet veprimi i përbashkët qytetar, partitë politike, duke formuar të gjitha së bashku, sepse lëvizja si shtat nis nga qytetarët, formosohet nga qytetarët, merr formë se qytetarët dhe pastaj krijon terrenin e përbashkët që partitë politike të jenë të suksesshme në garën elektorale. Dhe jo partitë politike thonë hajde të jemi bashkë, hajde të themi edhe qytetarëve, hajdeni, edhe shoqërisë civile, hajdeni, e kanë thënë 100 herë të punë dhe askush nuk vira vajtë. Pra, është koha jo për të neglizhuar partitë, jo për të anashkaluar partitë, por është koha që shoqëria të prodhojë një energji ndryshe nga ato që ka prodhuar sot, të cilat të mund të realizojnë një frymë ndryshe nga ajo që nuk dhe që ka munguar deri sot, dhe kjo të jetë baza pasaj mbi të cilën do të realizohet bashkimi i gjithë opozitës në garën e ardhshme elektorale.
Zoti Kume, ne jemi koshient që deri tani ju e thatë që fryma, kjo energji e shoqërisë sonë mungon. Si mund të shkojmë drejt kësaj kthese konceptuale apo praktike në gjykimin tuaj? Ju keni zhvilluar disa herë, disa tryeza sa i takon këtyre çështjeve dhe interesimi natyrisht që nuk ka qenë i vogël, por jo i mjaftueshëm besoj për të mobilizuar këtë energjinë për cilën kemi kaq shumë nevojë. Jo vetëm që nuk është i mjaftueshëm, por është për mua vetëm përgatitor për ato që duhet bërë, sepse kjo mënyrë e të vepruarit nuk realizon dot asnjë gjë. Vetëm krijon kushtet për të bërë ato që duhet bërë. Dhe ne kemi bërë deri sot dy eksperimente, dy tentativa në këtë drejtim, të cilat nuk kanë patur në thelbin e tyre, në themelin e tyre nuk kanë patur këtë ide që unë dua të formuohet sot. Dhe kemi tentativa të realizuar nga Nis Maturje vitet të shkuara dhe tentativa e realizuar nga Partia Lëvizja Bashkë. Që të dyja këto nisën ose patën si target të punës së tyre, të veprimit të tyre, qytetarit. Dhe ju kujtohem që Nis Maturje në ato ka zhvilluar një numër jo të vogël aktivitetesh në mbar vendin, në qytete të ndryshme të vendit apo. Ju kujtohet besoj të gjithë dhe që Adriatik Klapaj me shokët e tij, me kolegët e tij ka zhvilluar një varg aktivitetesh me qytetarët në vende të ndryshme, në rajon të ndryshme të vendit dhe jashtë vendit për sa kohë që do të ishte mundësia për votuar nga jashtë në territorin e vendit. Dhe në fund fare ku shkuan këto? Në fund fare këto nuk shkuan atje ku unë mendoj se duhet të shkojë dhe vetëm kështu mund të ketë kuptim kjo që unë propozoj, tek krijimi i frymës dhe mbështetja pasaj krijimi i terrenit që partitë politike të veprojnë së bashku, por ato shkuan në formimin e një partie politike e cila u lan mes rrugës, nuk kishte më mundësi që të vepronte sepse nuk arriti ta krijonte atë sinergji bashkëveprimi me qytetarët. Kujtoj dhe besoj se ju kujtohet atyre që i kanë ndjekur këto aktivitete, zhvilloheshin nën fuqinë, nën emrin, nën prezencën e vazhdueshme të një ose dy personave. Qytetarët nuk mund të bëhen dot pjesë aktive në kuptimin e të punuar të gjithë së bashku për të formuar frymën për veprim nesër në një proces zgjedhor, nëse përballen me një individ. Individët, ata të cilët duhet të drejtohen pasaj në gjithë të pjesë të shoqërisë, duhet të dalin nga vetë shoqëria. Individët pra nuk ka nevojë një lëvizje e tillë për leadership të ardhur nga jashtë. Por e ka të domosdoshëm që të prodhojë leadershipin që vjen nga brenda tyre, që do të thotë duhet të fillojë organizimi i takimeve në nivel kapilar të shpërndarë në gjithë territorin e vendit, të cilat ngadalë me mesazhe shumë të thjeshta, me mesazhe shumë të kuptueshme, duke përdorur në mënyrë shumë intensive media sociale, sepse media është e kapur tjetër, media sociale. Gjë që bëri edhe Peter Magar atje, në media sociale punoi fort. Dhe nëpërmjet kësaj media sociale të përçohet pikërisht ato probleme, ato gjëra që i dhëmi qytetarëve dhe që e bëjnë qytetarit të ndërgjegjshëm për të kuptuar dhe për të marrë pjesë pasaj si veprues dhe jo vetëm si zbatues i gjës. Këtë nuk bëri dot Lëvizja Bashkë, këtë nuk bëri dot as Turja në kohën e vet. Eksperimentet të cilat u mbështetën goxha, por nuk arritën dot atje ku duhet. Pas kësaj kjo nuk do të thotë që janë mbyllur mundësitë, janë shtëruar hapësirat për të vepruar. Për mua absolutisht nga mësimet ne kemi nxjerrë mësime dhe nëse ne do të mbështetemi dhe unë besoj se do të kemi mbështetje se mos harrojmë edhe në Hungari. Nuk që vetëm hungarezin që bëri gjithçka, por që edhe mbështetja që ju dha nga kuajt, nga Gjermania për shembull, dhe që ne edhe do duhet që të na mbështesim edhe të tjerë, ata të cilët janë të interesuar për zhvillimin përmbara demokratike të këtij dhe mund të arrijmë të realizojmë në kuadër të zgjedhjeve parlamentare të vinë në 2029, pra kemi gjithë të territorin për të formuar, për të krijuar, për të ngjizur dhe për të realizuar frymën e cila do të bëjë jo vetëm që qytetarët të marrin pjesë në zgjedhjes, do duan të marrin në pjesë në zgjedhje, dhe jo se do jenë të detyruar të marrin pjesë në zgjedhje, dhe qytetarët do të mund të bëjnë të detyruar partitë politike që nëse duhet të marrin pjesë në zgjedhje, të jenë krah tyre dhe së bashku me ta.
Zoti Kume, po sa I takon diskutimeve të partive politike në atë komisionin e posaçëm të reformës zgjedhore, unë ju lexoj me shumë kujdes gjithmonë dhe ju keni nënvizuar themelet kushtetuese për një reformë zgjedhore që garanton barazi të votës. A mendoni që janë marrë parasysh? Ju keni nënvizuar 5 nga themelet kushtetuese për një reformë zgjedhore të garantimit të barazisë së votës. Në sot nuk ka reprime konkrete që referohet ose vendime konkrete në Komisionin e Reformës Zgjedhore, as drafte të shkruar për ato e tyre, që ti përgjigjesh me terma pozitiv kësaj pyetje që bëni. Siç dihet, Komisioni i Reformës Zgjedhore deri tash ka arritur të prodhojë vetëm një dokument që është drafti për ligjin për financimin e partive politike dhe për të tjera kemi të paktën informim për çka është duke bërë dhe si do t'i bëjë gjëra. Ndërkohë, po, ditët them të gjë që ne jemi një grup qytetarësh, të cilët tash pothuajse kemi përfunduar atë çka do të propozojmë si komisioni të reformës zgjedhore për ndryshimet që duhet bërë në legjislacionin zgjedhor, ndryshime të cilat nuk do të kenë të nevojshme ndryshime kushtetuese, sepse ne kemi parë të qartë që të ndryshosh kushtetutën kërkon shumë më tepër energji dhe kërkon një proces shumë më tepër ndryshe se sa një proces objektit cilit është kodi zgjedhor, dhe atë çka neve kemi bërë, kemi shkruar deri sot, është truar, formuluar, I rregulluar dispozitat e kodit zgjedhor në mënyrë të tillë që të krijojnë kushte shumë më të mira dhe shumë më të favorshme për të mos patur shfaqjet të atyre fenomeneve me të cilat ne jemi përballur në zgjedhjet e kaluara, siç është për shembull shumë e rëndësishme, pra mundësia për fuqi të barabartë vote midis zgjedhësve dhe jo fuqi vote e kondicionuar nga fakti se ku voton Kuks apo voton në Tiranë, mundësi të barabarta për partitë politike që të garojnë në një proces zgjedhor, në kuptimin që votat e tyre të mund të përkthehen në mandate, pa u kushtëzuar nga formula e cila është keq përdorur, formula e ardhur nga sistemi proporcional renal që kemi, e kemi ndërtuar rregulla sipas cilës do të kemi mundësi që qytetarët dhe ata që s'kan mundësi reale dhe nuk kanë votuar dot për arsye të pamundësisë për t'u paraqitur në qendrën e votimit, kemë mundësi të votojnë me kutitë të lëvizshme, ne kemi propozuar dhe kemi formuluar mënyrën se si do të departizohet administrata zgjedhore për ta bërë sa më shumë profesionale këtë administratë, ashtu sikurse duke I vënë kushte sa më shumë shtrënguese për të detyruar që ata, dhe nëse ata që do të jenë pjesë e administratës së zgjedhore të zbatojnë ligjin. Si për shembull, mund ta përmendja faktin që ne propozojmë që kryetarët e komisioneve dhe sekretarët e komisioneve të nivelit të dytë dhe të nivelit të tjetër të jenë njerëz që punojnë në profesione të licencuara, pra ka licencë. Dhe nëse këta njerëz ju vë pastaj kushti që nëse nuk zbatojnë ligjin, atyre i hiqet licenca, ju e kuptoni se çfarë problemi I hapet njeriu në jetë për diçka që nuk ja vlen ta bësh për hir të një subjekti zgjedhor. Pra, ne jemi përpjekur në draftin që kemi shkruar dhe që do ta dërgojmë tashmë në Kuvendin e Shqipërisë si një nisëm qytetare ligjvënëse, të rregullojmë në mënyrën më të mirë të mundshme gjithçka që nuk ka funksionuar mirë ose që është keq përdorur nga aktorët e ndryshëm pjesëmarrës të një të proceseve zgjedhore. Natyrisht, e gjithë kjo është shoqëruar me atë që unë thash përpara. Ne kemi marrë përsipër të do të realizojmë procesin e fillimit të ngjizjes së këtij parimi ndryshe të qasjes ndaj proceseve zgjedhore, që siç e thash përpara, të kalohet nga qytetarët tek partitë politike dhe jo siç bëhet sot, partitë politike të presin qytetarët. Ne urojmë fort t'ja dilni zoti Kume, patjetër që jeni mirëpritur sërish pas dorëzimit të draftit në Kuvend, të shohim cili do t'jetë edhe reagimi dhe qasja institucionale që do t'kenë ndaj këtij drafti, po natyrisht edhe reflektimi dhe energjia që do të përçohet edhe tek qytetarët, urojmë dhe besojmë fort. Zoti Kume, faleminderit shumë për bisedën. Edhe unë ju falenderoj për mundësinë që më jepni, për komunikimin me gjithë shikuesit tuaj, sepse
për mua është shumë e rëndësishme të njerëzve të kujtohet se çfarë mund të bëhet dhe si mund të bëhet gjëja, ndryshe nga ajo që ashtu siç është bërë deri sot, ka ngjallur më shumë se sa entuziazmin i diferencën tek ta. Faleminderit edhe një herë zoti Kume. Gjithë të mira. Pra, siç nënvizon zoti Kristaq Kume, nga qytetari tek politika dhe jo më nga politika tek qytetari për të rikthyer besimin e qytetarëve, natyrisht besimi dhe shpresa e qytetarit do të reflektohej pastaj edhe në pjesëmarrje në votime, në zgjedhje. Ne ju falenderojmë zonja dhe zotrin për vëmendjen e kushtuar.